Për ditëlindje të gjithë presim të marrim, por kjo nuk është rasti Butrin Timerit. Në ditëlindjen e tij të 30, këngëtari mbrëm hapi dyert në një organizim që ngjasonte me finalet e programeve të mëdha televizive. Ai post që do festonte, do ndonte edhe 100.000 euro për videon më virale në TikTok me këngë nga albumi i tij i fundit, i pari. Kur e nisi këtë sfidë, rreth Butrintit pati jo pak skepticizëm. Megjithatë, ai e çoi deri në fund fjalën e dhënë. Tekstat të ftuarit kishin nisur të mblidheshin dhe stafi po merrej me detajet e fundit të organizimit, ne ndalëm prindrit e artistit për emocionet e tyre të përziera në këtë 30 vjetor. Faleminderit juve që keni gjetë kohën jeni ardhur dhe jeni pjesëmarrës këtë jubileum Butrintit, 30 vjetorin e tij që më thonë sinqerisht unë personalisht e kom prit pak më ndryshe që e bëjmë një festë shumë të madhe për ta për këtë ditë, se u ka një ditë shumë e veçantë, është një ditë e veçantë. Po si që dim me humbjen e nanës unë e Butrintit gjyshes që u ka një dhimbje shumë e madhe, është dhimbje e madhe. Prapë vendosëm kështu me bë një farë mbrëmje të mirë me gjithë këta musafir, miq, shoqni. Është ndjesi shumë e mirë. 30 vjetori i Butrintit, posaçërisht suksesi i tij, siç e dini krejt, albumi i pari që ka arrit një sukses jashtëzakonisht të madh. Edhe jam shumë e lumtur, jam shumë krenare për çmimin që ka vendosur Butrinti me dhënë sonte. Kushdo që tjetë fituesi unë vetë nuk e di, mirë po ndihem shumë mirë. Është një gjest shumë human, është një gjest që Butrinti simbolizon Butrintin vetë. Saktësisht desha me që për ditëlindje kur krejt marrin dhurata, marrin gjana, Butrinti po jep, është natyra e tij me dhon. Kur e prezantojmë juve këtë idenë 100.000 euro që janë shumë, se njerëzia izolohen Big Brother 4 muaj ditë për mi marrë që ka çpare, jo me një video sa do kreative dhe sa do që vështirë është me thyni rekord se gara është e madhe. Qysh u dok, çka i that 100.000 euro, mi u dhon fansave për album, momenti i parë kur i prezantojmë idenë. Mu si idemë ka pëlqyer shumë. Realisht mu e bashkëshortet e familjes. Po. Çdo herë, çdo hap që merr Butrinti na jemi për kras 100%, ti se dim që nuk gabon, e ka përkrahjen jashtëzakonisht fort Denisin që e ka gjithmonë mbrapa. Stafin e tij natë mrekullueshëm që e ka dhe që punon që sa vite, faktikisht Denisin e ka dhe s'po them si menaxher, po si vllaun e tij, e kështu që besoj që u ka një ide e qelluar. Tash Butrinti këtë 30 vjetore gjen me suksese, një prej artistave më të pëlqyer, me hitet pa kontestueshme, me një karrierë që do ja kishte lakmi gjithkush. Çka ju uron e çka keni dëshirë si prind? Nuk po dia keni menuar që 30 vjetori janë zen pa u martu? Kjo pyetje na shtrusonte sa herë, edhe kështu që unë mas pari si çdo non, na jemi prind edhe i dëshirojmë shëndet të pafund, harmoni, lumturi, po pse jo edhe një nuse të mirë. E kështu që besoj që kjo kish kompletu Butrintin edhe punë të pandalshme, sepse është një punëtor jashtëzakonisht i madh. Jeni familje që keni jetu jashtë, kultura hapur ndaj perëndimit, a do me konu se atë gjithë shqiptare, a bën me konë edhe nacionalitet tjetër? Jo, absolutisht, unë e thash edhe ma herët me një pjesë thash që kanë të zgjedhë Butrinti për neve është e preferuarja edhe kështu që besoj që na e përkrahim edhe në këtë aspekt. Edhe turken kohë të bëna, se po folët shumë këto kohë kjo punë. Po, se di, nuk e di. Po folët shumë, po nuk e di qysh e lajë. Po, më duket diçka konfirmoj. Krejtë e vërteta. Po, qore, one e konfirmoj në atë moment këtë e konfirmon Butrinti. Nuk ka serioze asë gjë deri tash, sinqerisht po them. Shpresojmë që sa më shpejt Butrinti e gjen fatin edhe fillon me kriju familje, se me karrierën tina deri tash jem gjithë të lumtur me të, mas punës lëshme tina, mas sakrificave, gjithave ku ta dione. Se ka pas lehtë, se njerëz e shohin veç pjesën e suksesit, po ka shumë punë, ka shumë stres, ka shumë zhgënjime në ashtë mbrapa skena. Puna e estradës muzikore është një punë jashtëzakonisht e lodhshme. Por fal stafit Butrintit, sidomos menaxherit tina Denis Avdio që në thirrë zotni edhe kom si Butrintin, ato shumë e falenderoj prej zemre që i rënë gjithë mbrapa Butrintit, jetojnë muna me thonë bashkë.
Në këtë moment të shënua në kishte se si të mungon të kolegu vëllai Butrintit, Don Gjoni. Teksa po afroi ora 9:30 në event mbërritën edhe finalistët nga sfida e madhe në TikTok. Ata u akomoduan në tavolinën e darkës mes emocioneve që do pasonin vetëm pak minuta më vonë. Fiks në orën 22 ishte momenti shumë pritur I shpalljes së fituesit. Zonja dhe zotrin, me knacin më të madhe, me nderin më të madh, e ftojmë në skenë dhe e kumtojmë që fituesi I sfidës prej 100.000 euro është Bleon dhe Laurita! Urime! Urime! Laurita kanë fitur 100.000 euro! Urime! E di që keni shumë emocione, por kem premtu ke thonë. Masi Butrinti meri PF ke 100.000 euro, ko me qenë një kompani teme. Nëse veç unë është me më tregu. Kur ki me qëtash kompanin, edhe qysh ki mjallon kompani sa amren. Emrin e kompanisë kam mjallon I pari kësmet. I pari tjerë klubi Butrintit! Ti ki me koni pari edhe për qëtë biznes? Tregom, a I ke prit që ki me qenë, keni me put 100.000 euro? Jo. E keni garant ke thonë hajtë 2-3 veta kanë me mpo. Me miliona njerës ju ka përkra. Rinderit juve, fituesit prej 100.000 euro, Bleoni dhe Laurita. Faleminderit shumë. Bleonin dhe Lauritën I morëm intervistë pas fituan plot 100.000 euro. Me 100.000 euro në dorë, kole keni bo videon, kole keni bo vdiku, e kojna u kon ideja për juve dyve me thonë pe provojna. Ideja u kone një shok I dem, ma ka bo videon, po thash hajtë pe postoj dhe pe provoj. E nuk e kom dit që ka me post që ka shumë bështetje, e falenderoj çdo person që më kanë ndihmue. A kemi dhona I sen shokut mas ju kon mbështetësi për me të shti në këtë sfit? Me emër Zotit kësmet po. Qa keni me bo me 100.000 euro? A ka me shku krejt në biznes, a ka munda diçka? Krejt bes, unë me kom nis me atë qëllim që ketë kanë me shkue, ketë biznes që ka mu qetë firma I pari me emër Zotit. A ke menu që Bleoni ka me fitu, edhe qysh, sa keni pa stres në pjesën e votave, kur e keni pa trendin, kur shpërthej video? Jo, nuk e kum besu që e fitume, po kena pos shumë kërcnime, kena pos shumë intriga gjatë lojës, po edhe ashtu kena pos shumë stres gjatë lojës. Kena pos edhe shumë reporte që na kanë qu tjerë për më na fshi videon, kena pos shumë kërcnime fshije videon, se ka ndoshtër me morë normal qmimin tjerë, po nuk do të me posën kërcnimet. Kjo lojë mbyllët sot, nesër vjen një lojë tjetër. Na jem shqiptar do të me posë dashnie e respekt për njëri tjetër. E vërtet, a e dini prej kujna kanë orë kërcnimet, a jenë anonime hala? Anonime janë. Anonime, po fol Lulzim Jasharit, I ka prish shumë intriga që jënë bon TikTok e falenderit shumë pitina. Si du ko një moment kur keni thonë vallojna ngat me fitu dhe s'ka kush që na e merë mo? Jena kur kena him live, I kena pos 415.000 veta për 3 orë. Edhe qatë herë e kom po që publika, po do me na me fitue. Si na nolën, gjithmonë, pi 5-ve kur jem këthyje pi punës, pi 7 dhe 5 punoj, pi 5-ve, kom hunger book, kom hi live, deri një kom nejtën, kom ra me flejtën që ka 3-4 orë gjopë. Edhe e di, kom luftu deri pik fundi për këtë shmim. E meritoni shumë, 100.000 euro njerës I marrin Big Brother zakonisht. A është diçka që I kishit përjetua, ishit një mërana Big Brother? Unë e menoj që edhe kjo si Big Brother nuk onën. Kjo ka posën presion ma shumë se Big Brother, se Big Brother je izolum. Ati nuk nije që ka bëhet jashtë. A këtu ka posë ma shumë presion se Big Brother. A ishit hip si qift andomas? Si qift, mora! A I kështë lon me hi vetë? Kish myt papuqe.
për sa i përket pjesës së videove tjera, nëse se kishit fitu vetë, kush kish pas qef me fitu? Cila është një video që juve ju ka pëlqy? Ka shumë video të mira, ka shumë video kreative. Po nuk di me cek me emër, se ka shumë e nuk kam qef me cek me emër, se mund mu iznu në njone. E faleminderit shumë. Do faleminderit, shijojeni Imramin, I gëzov shqiparet edhe gjithat mirat për juve. Faleminderit shumë. Një kujtim I bukur si ky s'kishte si të mungonte. Por përse Butrindi zgjodhi një dhuratë të tillë për ditëlindjen e tij? Butrind, urime ditëlindja mas pari, 30 vjet, kur ndrëm prefiksi, njeri ka herë dhe mundet mu një pak, okej, po shkon koha, qysh po një është dhe? Sa të menova, thash 30 vjet I bone, ka koha pak, calm down. Kur I ke bo 20, a ke menu që kime konë që ku je sot me 30? Koha ka menu, se punoj shumë. E vërtet. Ditëlindja, zakonisht njerëz marrin ditëlindje, ti vendose me dhonë. Ideja 100.000 eurove sot mu kujtu ai komenti, mos I rraj njerëz. Me 3 korrike majte fjallën. Ka tërë kjo ide pse mi dhonë tënë këto pare? Edhe me herë se thash, na artistët I na mësu veç me marë, nuk I na mësu me jep. E koha ka orë me jep diçka. Është edhe mirë për Zotin, është edhe mirë për ku jep mundësin dikujna me bo diçka me jetën e vetë. E kjo është për mu, unë jam I kënaqur. Ka pas shumë video, disa prej tyre ke kallëzuti që të kam pëlqy. Njopi video ma të komentuar ma viral u kon e Ritës, ke pas bashkëpunime ma herët me to. Çka ndodhi që se gjetëm videon edhe atëherë keq që nuk e pjesë, të paktën top 3-shës? Më ka orë keq që nuk u kon pjesë, po... Ajo ka vendu si duket mu të rjek vetë, ha? Po. 30 vjet me hit, albumi I pari, për një me dulli I pari, do me thonë gjithë shka super, vitin ashëm, a ka gjasë me t'intervistu në dasëm ajo? Nuk po mërë menja. Jo, ha? Jam mirë, jam rahat njerë. A do me vazhdu me najtë single, a jo? A do me vazhdu me najtë single? A tu qa? Me vazhdu me najtë single? Po, në smet. Qa ka me ndodhë me pjesën e koncerteve, me pjesën e verës, prej tash e tutje, qka të pret gjatë korrikut edhe gushtit? Nuk kina plane, e vendosë menaxhere, nuk e di. Nuk kina po në plan që thujnë, hej, kina me po këto, nuk e di. Shumë kush menon që është koha për një koncert të madh të Butrinj Timerit, a menon ti që është koha jote për me bo diçka tillë, a një është gati më pak? Jam shumë gati, jam ekstrem gati, edhe kom bo diçka shumë fort, po e premtoj. Na që sonde, faleminderit shumë urime ditëlindja. Faleminderit shumë edhe juve. E se harrova, na I dhurat të mira more këtë herë jo? Po, e kom pas që një tem ofër. Ti ke mas shumë t'i vlen, ha? Për mu po. Shija Imramin sonte. Faleminderit shumë edhe ju. 30 vjetore gjeti artisti me një humbje të madhe vetëm të para disa ditëve. Nga jeta u nda gjyshja e tij. Një video shtoi emocionet. Është se edhe unë ju mundu kur më shme prish. Unorës. Jo së është bërë e që a I knaqët për dinti. I knaqë të ti. Shqe ka thorë. Qepe ja qaj që të më në jere. Shumë ja qaj. A dërë me nga të regu dëshirën a për vetim të në me majtë? Kjo të regon shumë qka. Okej, mirë jena. Me qenë shëndosh, kaq. Vesh me konë mirë krejtë. Bravo. Faleminderit shumë që këni ardhë, që jeni këto që gëmujt më nda, këtë ditëlindje bashkë me juve, faleminderit dhe mediave gjithë që jeni ardhë. Kena mujt me nda gëzime bashkë me juve. Knashnu, inshallah jena shnosh e rahat krejt dhe I bojna ketë ka 100 vjetë. Faleminderit shumë. Edhe 100 Butrinjtit.